إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, për ti ndihmë kërkojmë dhe vetëm për Allahut falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu askush nuk ka mundësi të devijojë dhe atë që lën Allahu në devijim në humbje askush nuk ka mundësi të udhëzojë. Salatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta ja dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik dhe mbar besimtarëve të cilët e pasojnë në rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar besimtar, dita ditës duke u afruar ditës së Kiametit, besimtari në çdo moment dhe në vazhdimsi duhet të jetë edhe më vigjilent. Sepse duke u bazuar në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato hadithe kërcënuese, ku na tregojnë që në ditët e fundit, se prej shenjave të ditës së Kiametit është që të përhapen gënjeshtra më të madhe dhe të vinë në pozita njerëzit e padenj që nuk i meritojnë ato pozita dhe të vijë koha kur do të humbet emaneti. Dhe dita ditës këto gjëra po zhvillohen me të madhe, po përhapen me të madhe. E kështu që besimtari për të ruajtur veten, po duhet më u kap pas këshillave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe këshillave po ashtu kuranore. E për këshillave të Allahut azza wa jall në Kur'an, thot Allahu subhanahu wa taala: O ju besimtar, قل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. O ju besimtar, ku të vjen ndonjë njeri i pasigurt që nuk është besnik, me ndonjë lajm, kujdes, vërtetohuni një herë prej lajmit të atij personi. Kështu që mos ta goditni ndonjë popull ju me ignorancën e juaj, do të mendoni për ata keq, do të flitni për ata keq, e kështu më pas do t'i bini pishmanit, do të bëheni pishman, shkaku që në ditën e gjykimit, kur do të del njëri para madhrisë së Allahut subhanahu wa taala me mëkatet e shumta, shkaku mendimit të keq. Allahu azza wa jall, edhe për shkak të mendimit të keq që dikush ka ndaj dikujt, e ndëshkon atë njeri, po nëse ai nuk pendohet tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall na urdhëron në Kur'an dhe thot që të largohemi shumë prej mendimeve të këqija. Ijtanibu kathiran min adh-dhann, shumë largohuni prej mendimeve të këqija. E sot dalin nëpër media me opinione të ndryshme njerëz të ndryshëm. Më shumë janë lajme të pasakta sesa që janë të sakta. I dim më sot nëpër media se çka po bëhet. I dim më nëpër faqet të internetit, çdo kush po poston çka po don. Edhe po mirët ai lajm dhe po bëhet lajm i ditës, apo lajm i javës, apo i muajit. Ku media të caktuara, apo faqet të caktuara, po përfitojnë nga ato lajme të pasakta, me klikimet e besimtarëve, me klikimet e njerëzve. Kurse kur të kthehemi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe në këshillat profetike, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka ndaluar që të miremi me thashëtheme. Kurse lajmet sot dhe faqet e internetit janë të mbushura me thashëtheme. Nëse dikur ka qenë kjo për fat të keq
që ndoshta ka qenë si e pa drejt, janë quajtur ndoshta gjinia femrore, që mire me thashetame, por sot për fat të keq edhe meshkujt nuk ja lën mangu, sepse miren me thashetame. Nëse dikur janë quajtur që thashetemet sillen në përqajtore, sot më ato janë mbushur edhe në për shtëpijat e familjarëve. Miren me thashetame, shkaku i lajmeve të rreme, shkaku i internetit. Andaj, muslimani, por mos e marrë mëkat tek Allahu subhanahu wa taala duhet të jetë vigjilent. Sepse Allahu azza wa jall thot në Kur'an: "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Mos ju qas asesi atyre gjërave që ti nuk ke dituri të mjaftueshme për ato gjëra. Mos ju qas, mos fol për ato gjëra. Sepse dëgjimi, shiqimi, të menduarit, zemra ajo që ka sillet në brendin tënde, për gjitha këto do të llogaritesh në ditën e gjykimit. Andaj kujdes o vëllezër të dashur besimtar. Kujdes se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: i mjafton njeriu që të merr mëkat dhe të quhet gënjeshtar nëse flet me gjërat që i ka dëgjuar. Ky nuk është shpikës i lajmit të pavërtet. Ky është vetëm transmetues. E nëse je transmetues i lajmeve, i thashetëmeve të pavërteta, atëherë do të marrësh edhe mëkat tek Allahu azza wa jall. Dhe do të quash dhe do të llogaritesh prej gënjeshtarëve. Sepse kur njeriu miret vazhdimisht me thashetëme, ai padyshim që do të transmetoj edhe gënjeshtra. Edhe kështu që bëhet gënjeshtar dhe regjistrohet dhe llogaritet si gënjeshtar edhe tek Allahu dhe merr mëkat për këtë çështje, vetëm se vetëm ka qenë transmetues i gënjeshtarëve dhe nuk i është përmbajtur rregullit fetar ku ka kërkuar Allahu azza wa jall që o ju besimtar, nëse dikush vjen me ndonjë lajm, vërtetohuni. Andaj çdo besimtar ka për detyrë që së pari të vërtetohet prej lajmit. Në surën Nisa Allahu subhanahu wa taala kërkon prej besimtarëve që jo çdo lajm që vjen kur jeni në rahati të sigurt, apo kur jeni në frikë, ta përhapni atë lajm, por duhet që lajmin që e keni dëgjuar ta ktheni tek prisit tuaj fetar, edhe tek njerëzit e matur, dhe ta shihni që a është i saktë apo jo. Edhe nëse është i saktë, a meriton të përhapet ky lajm apo nuk meriton të përhapet ky lajm, dhe ky rregull kjo rregull është rregull fetare që duhet i përmbahen besimtarët. Dhe shumë kanë nevojë besimtarët që të kapen sot për këtë çështje. Edhe nëse është lajmi i vërtet, duhet të shikojë çdo besimtar që a është në të mirën e njerëzve të përhapet ky lajm apo jo. Ju e dini që edhe fetarisht o vëllezër të dashur, që kur të përhapet një e keqe, kur të përhapet një mëkat, nuk bën që njerëzit të flasin për atë çështje. Shkako që mos të normalizohet e keqeja, edhe nëse është i saktë ai lajm. Nëse e dim që dikush është duke u marrë me një mëkat, nuk na lejohet neve që ta përhapim atë lajm të atij filani se filani është duke i bërë mëkat Allahut azza wa jall me filan e filan mëkatin e madh. Jemi të detyruar, të obliguar ta mbolojmë të keqen dhe mos ta përhapim të keqen. Sepse është mëkat përhapja e lajmit të keq edhe nëse është i saktë. Andaj vëllezër të dashur, duhet të jemi sa më vigjilent, sa më sy hapur që hajtse lajmi vërtet edhe ta përhapi këtë lajm, e ndoshta nuk marr mëkat, por jemi të detyruar dhe të urdhëruar për Allahut azza wa jall që lajmet edhe nëse janë të sakta, ta kthejmë tek udhëheqësit tanë dhe të shikojmë që a duhet që ky lajm të përhapet apo nuk do të përhapet.
Allah na ruajt edhe na uzoft në rrugën e drejtë. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salatu wa tamu taslima ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun azza wa jall, salat e selam të dërgojmë pejgamberit ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër besimtar, do shta dikë e kap euforia e tij, që nga natyrshmëria ndoshta është pak më euforik, edhe reagon me njëherë dhe me shpejtësi, por duhet që ai njeri ta stabilizojë vetveten e tij dhe mos të jetë nga ata të parë që e kam dëgjuar një lajm edhe mule ta përhapet tek njerëzit. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na këshillon dhe thotë: "At-ta'anni min ar-Rahman wal 'ajalatu min ash-shaytan." Mos ngutia dhe vërtetësia në përhapjen e lajmeve është prej Allahut azza wa jall. Kurse ngutia është prej shejtanit. Njëri duhet të ngutet dhe të shpejtoj vetëm në bamirësi, në punë të mira, punë të hajrit. Vjen koha namazit, që fale namazin. Vjen koha sadakas, jep me njëherë sadaka. Duhet me ndihmu dikut, shko me njëherë ndihmoj. Që ta marrësh sevapin, po kurse sa i përket gjuna, sa i përket mëkatit, nuk duhet të ngutesh. Që sa ma shpejt me marrat mëkat, por duhet të vërtetohesh dhe të jesh i matur, e mos të ngutesh. Kështu na këshillon Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ata janë më të kujdesshëm për vetveten tonë se sa ne për vetveten tonë. Kështu Allahu e ka quajtur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim." Pejgamberi alayhi salatu wassalam është më kujdesshëm për besimtarët se sa ata për vetveten e tyre. Një natë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndezë një zjarr mes shokëve të vet, ka qenë duke ndet, dhe në atë zjarr kanë filluar insekte të ndryshme dhe fluturat duke u hedhë në dritën e zjarrit, në natën e errët. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke u mundu me i largu me dorën e tij, ata përsëri po hidhen në zjarr. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha sahabeve: "Ja pra, kështu është shembulli im me juve dhe me njerëzit. Unë mundohem që ti mbroj njerëzit nga zjarri i xhehenemit, ata përsëri hidhen me durët e tyre në zjarr të xhehenemit." Këshillat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vlen për neve besimtarët, që ta mbrojmë veten tonë nga padrejtësitë, që ta mbrojmë veten tonë nga mëkati, që ta mbrojmë veten tonë nga ndëshkimi i Allahut subhanahu wa taala. Andaj duhet të kapemi për fjalën e Allahut edhe për këshillat profetike sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun të na udhëzojë në rrugën e drejtë dhe të na falë mëkatet. Elusim Allahun që përmes neve të udhëzojë edhe të tjerët. Elusim Allahun azza wa jall të shërojë të sëmurët e muslimanëve, të mëshirojë të vdekurët e muslimanëve. Elusim Allahun azza wa jall të ndihmojë muslimanëve në Gaza, në Palestinë, në çdo vend të botës. Elusim Allahun azza wa jall ku të ndajmë për kësaj dunjaje të ndajmë me fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, duke qenë Allahu azza wa jall i kënaqur me neve. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah. Inna salata tanha al-fahsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.